Lideri i opozitës Sali Berisha e nisi fushatën elektorale për zgjedhjet e 11 majit nga bastioni i Demokratëve Shkodra. Ai prezantoi kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Mallështore duke parlemruar se Partia Demokratike do të fitojë besimin e qytetarëve për të krijuar qeverinë e re të Shqipërisë pas 11 majit. Këtu në Shkodër nisi epoka e demokracisë dhe shembja e diktaturës komuniste. Ndaj edhe unë zgjodha Shkodrën për të nisur betejën për shembjen e diktaturës së dytë dhe ndërtimin kësaj here të Shkodrës madhështore, të Shqipërisë madhështore. Ne jemi në prag të një fushate elektorale që dëshenohet në historinë tonë. Ndoshta fushata më e rëndësishme zgjedhore e 34 viteve të fundit. Sepse në këtë fushat, ne nuk kemi kundër një parti politike, ne kemi kundër një organizatë të tmerrshme kriminale, që ka pushtuar Shqipërinë në 12 vite dhe që quhet rilindje. Berisha i bëri thirrje qytetarëve të Shkodrës që të mos japin asnjë vot për kandidatët e partive të tjera të rrështuara në opozitë, pasi ato sipas tij janë vota që i shkojnë Edi Ramës. Asnjë vot të mdoshit, tom. Ja ku po ta them para gjithë këtyre burra dhe grave. Në qoftë se ka njëri në Shqipëri që ka punë me Zotin, je ti dhe Dilma Nushi. Ju jeni të dy. Në origjinën e të gjitha dhimbjeve, e të gjithë smundjeve që nuk mjekohen nga ilaçet e skadura që kshisin treg. Ju jeni mumuth të tregut, dhe aq më keq të them, mos shtro iftar me para të vjedhura. Ndaj dhe hiq dorë nga kjo fushat, njeriu që shkon dhe të ble parti, keni pa ju? Shkon e blen partinë e tjetrit. Thani 2 fjalë për ata ish për Amerikanët e mi. Ramiz, Fatmir, e tjerës, hiqni tani, e morët vesh se ku shkoj Donaldi, se ku po shkon dhe Kimi, mos vazhdoni gënjeshtën e Lulbashës, se nuk ka gjë më turp të gënjej Lulbasha nga mëngjesi gjerëdar. Që po tulli dhe të mendoni sa herë një gënjyë, ju sinit Zot t'i numroni. Ktheuni, mos vazhdoni betejën për Edi Ramën, se është çdo vot. Për ta është vot për Edi Ramën. Akuza ndaj qeverisë Rama bëri për diskriminim të veriut, ndërsa premtoi se me ardhjen në pushtet të demokratëve, realiteti do të jetë tjetër. Shkodra do ketë investimet që meriton. Kryedemokrati kërkoi votën e shkodranëve me sloganet e fushatës amerikane "Ta pastrojmë shtëpinë tonë" dhe "Make Albania Great Again", e cila është shndërruar edhe në sloganin kryesor të fushatës së demokratëve dhe Shqipërisë Mallështore.